Lahuta ka një tingull shumë të veçantë, profesor, cilat janë tiparet akustike që dallojnë lahutën shqiptare nga instrumentet e ngjashme në rajon dhe ka një shenjë po e quaj zanore që e bën më njëherë të njohshme atë krahasuar me tjerat. Po, shumë pyetje veçantë. Ajo që dëshiroj të them për dëgjuesin e emisionit tuaj është kjo, që një nga dëshmitë që lahuta është po kaq e vjetër sa gjua shqipe, është fakti se prodhimi i saj si instrument, si vegël muzikore, nuk kërkon, le të themi, përgatitje speciale, shumë të vështira, sepse ajo prodhohet tërësisht në rrugë organike, do ta quaja. Do të thënë, trupi i saj është prej 2-3 lloje drurësh, është diku te 70 cm e gjatë, diku në gjysmën e saj është, në gjysmën e gjatësisë së saj është pjesa e kutisë rezonancës që e quajmë ne, pjesa tjetër është pjesa e bishtit, dhe si mbulesë e kupës rezonancës shërben zakonisht lëkurë keci motak, duhet të jetë një kec që ka lëkurë shumë të hollë, për arsye se shumë specifik, sepse duhet të jetë e hollë, sepse teli i vetëm që është i përbërë prej zore baktie, dhe ajo kur fërkohet nga harku që përbëhet nga bishti i kalit, nuk ka fuqi të madhe. Dhe për këtë arsye lahuta ka qenë një instrument i shtëpive tradicionale. Dhe prandaj thonin që në shtëpitë e Veriut një shtëpi pa lahutës është shtëpi e braktisur, sepse ishte instrumenti i një lloj kuptimi i muzikës të thonjza të dhomës së malsorit shqiptar. Dhe pikërisht gjithë kjo përbërje lahutës si një instrument organik ka bërë të mundur që dhe kultura mbi të cilën zhvillohet kjo të jetë shumë natyrale, domethënë shumë gjenuine, në kuptimin që nuk ka kërkuar një përgatitje speciale të atyre që interpretonin lahut, boll mjaftonte fakti që lahutarët e ardhshëm të ishin dëgjuesit e një mjeshtri dhe brenda pak kohe ata do ta transferonin artin e lahutës nga një ribres në tjetrin. Kuptohet që këtu duhet flas dy fjalë për figurën e rapsodit,